Stenaldo Mhilli. Jam 28 vjeç, që kur isha 17 vjeç u bëra pjesë e The Voice. Një vit më vonë fitova çmimin e dytë në Top Fest. Kam qenë pjesë e Top Albania Radios. E më vonë pastaj vendosa të provoja një aventurë ndërkombëtare kur u bëra pjesë e Deutsche Welles. Për 2 vite tani jetoj në Gjermani. Unë jam totalisht i verbër. E kam humbur shikimin kur kam qenë shumë i vogël për ta njohur botën me sytë e mi, të paktën me ata fizik. Prandaj shikimi nuk është bërë kurrë pengesë në jetën time të përditshme, por është bërë arsye për t'u qasur disa gjërave në mënyrë tjetër. Më është dashur të lëviz vetëm, më është dashur të marr trenat vetëm, metrot, të gjej stacionet e autobusëve, të blej në supermarket, po dhe të gatuaj në shtëpi. Unë Big Brother hyn mbi gjitha për t'ia dalë vetë, për të qenë i barabartë me gjithë të tjerët, madje për të provuar edhe ta vë unë standardin e barazisë në lojë. Big Brother është në mënyrë absolute për mua mali më i lartë që unë ngjis në hapat e jetës.